Viti 2025 nuk duket të ketë shkuar sipas pritshmërive për shoqatën konsumatori. Kështu ka bërë të ditur në një lidhje virtuale kryetari i shoqatës, Selatin Kaçaniku, duke theksuar se ky vit nuk ka shkuar ashtu siç është premtuar për konsumatorin, që një herë është qytetar konsumator taksa pagues, gjenerues kryesor i buxhetit të shtetit. Ka shkuar si ka shkuar, nuk ka shkuar ashtu si do të donte qytetari konsumator. Dhe që të mos kemi keq kuptime, nuk ka shkuar as ashtu siç e ka mandat qeveria, nuk ka shkuar as ashtu siç është premtuar, nuk ka shkuar as ashtu siç është kudo në botë standardi për kujdesin dhe mbrojtjen e qytetarit konsumator, i cili një herësh është edhe qytetar konsumator taksapagues, gjenerues kryesor i buxhetit të shtetit, pra nga ne e financojmë shtetin, e financojmë edhe qeverinë. Pra jemi parapagues të qeveria, ndaj qeveria e ka të paktën një obligim më shumë që të shpreh kujdes, mirëkuptim dhe dinjitet ndaj konsumatorit. Tutje Kaçaniku ka shtuar se synimet e tyre varen nga performanca e qeverisë, nga ngritja e vazhdueshme e kënaqshmërisë së qytetarit konsumator, por që sipas tyre, qeveria po qëndron larg qytetarit konsumator dhe i vetmi kontakt është mediumi. Synimet tona varen drejt për drejti kryekëput nga performanca e qeverisë. Nëse kemi parasysh se performanca e qeverisë matet me nivelin e arritjes dhe ngritjes së vazhdueshme të kënaqshmërisë së qytetarit konsumator, dhe nëse ne e dim se cila është kënaqshmëria e qytetarit konsumator, atëherë ne nuk mund të bëjmë fjalë se jemi në bashkëbisedim ose se jemi në komunikim ose se jemi në kontakt. Me që qeveria akoma mbahet larg nesh, na injoron, i ik debate, i ik kontakte me qytetarin konsumator, atëherë ja ky është rezultati. Do të thonë, ne akoma edhe me këtë legjislaturë kemi mos bisedim, kemi ignorancë, i qëndrojmë shumë larg një tjetrit dhe i vetmi kontakt mes nesh është mediumi, fatmirësisht si qeni edhe ju. Qytetari konsumator këtë vit ka dëshmuar zgjuarsi, gatishmëri e energji për të vepruar pro vetes të tij, duke pritur që viti 2026 dhe të tjerët pasues të jenë edhe më të mirë, është shprehur Kaçaniku. Është shumë për të lavdruar, për të veçuar se qytetari konsumator si vjet ka dëshmuar më shumë zgjuarsi, më shumë vetëdijsim, më shumë gatishmëri, më shumë energji për të votuar dhe për të vepruar pro vetes së tij, pro interesit e kauzës së qytetarit konsumator, anëse kjo akoma është e pamjaftueshme, megjithatë indicet janë të mjaftueshme dhe shpresojnë se viti 2026 dhe të tjerët pasues do të jenë edhe më të mirë në këtë aspekt. Mes tjerash, kryetari i shoqatës konsumatori është shprehur se presin që qytetari konsumator vetëdijsimin e tij ta dëshmojë me votë, duke ftuar qytetarët që të votojnë ata që kanë program për mbrojtjen e konsumatorit.